Këtu jemi në pjesën ku I kemi vajrat e ekspozume. Prodhojmë edhe vajra nga frutat arore, nga lejthia, nga bademi. Për shembull, ky është vaj I lejthis I prodhuar me shtypje të ftoftë, që do të thotë shtypje e frytit në temperaturë vetëm 39 gradë maksimum deri në 39 gradë Celsius. Po ashtu e bëjmë edhe vajin e farës kia, vajin e arrës, pastaj vajin e farës e kungullit, vajin e farës e lirit, vajin e farës e zezë, vajin e farës e susamit. Do të thotë se cili nga këto vajra e ka të mirat e veta dhe ndikimin e vet në organizmin dhe në shëndetin tonë. Vaji I lajthis për shembull është vaj I njoftun për përmbajtje jashtëzakonisht të lartë të vitaminës E cila është shumë e shëndetshme edhe për organizmin, po edhe sidomos për çështjen e mirëmbajtjes së fytyrës, së flokëve, është jashtëzakonisht I dobishëm. Faktikisht vaji I lejthis është edhe ekstrakt I kremrave të ndryshme, do thotë që prodhohen në kozmetik. Pastaj është vaji I farës kia për shembull, vaji I cili ndihmon në shëndetin e zemrës, në shëndetin e mëlçisë dhe në shumë aspekte të tjera. Pastaj është vaji I arrës, I cili ndihmon do të thotë në çështjen e diabetit, në çështjen e yndyrës në gjak.